Profesor? Duhet të largohem urgjent nga qyteti. Ashtu, më rëndë një lem të keq, nuk ka problem, apo jo? Nuk është asgjë serioze, por jam pak i shqetësuar, vajza ime theu këmbën. Nuk e di çfarë ka ndodhur, duhet të shkoj tek ajo menjëherë tani. Uroj të shërohet shpejt. Faleminderit, mos u shqetëso, lutem. Fola me Momtazin. Tani në situatat e tilla vendimi duhet vinë nga bordi i drejtorëve. Do të mbahet një takim, do të marrim një vendim brenda 2 ditësh. Edhe pse jam jashtë shtetit, do ta ndjek procesin. Mos u shqetëso fare, do ta rregullojmë. Faleminderit. Të mos ju vënoj juve, pasi që e pas keni me kaqësin tim. S'ka problem. Më duhet të shpejtoj. Si e vendosat? Me sa duket ende nuk pas keni marrë vendim. Të betohem se ka hapur gojën që pasi ke ikur ti. Ja, a jene vete ti? Po sigur të na kapin? S'kam për të na kapur. Nuk e di se si një njeri mund të jetë kaq i sigurt në vetvete. Po them se jam rritur në këtë biznes për shkak të familjes sime. Është e pamundur të kuptohet. Lista do t'i dërgohet Këshillit të Arsimit. Dhe pas kësaj edhe Momtazi s'do të mund të bënte asgjë. Jo, unë prapë mendoj se është e rrezikshme. Do t'ishte më mirë nëse do prisnim zotërit Arokun. Ju betohem vajza, as unë s'duhet ju fusnë për telashe, por po ju them që pavarësisht të gjitha qëllimeve të mia, Xhaxhitariku s'mund ta mbledh atë bord. Ja, pse duhet të marrë një vendim kaq të rrezikshëm? Pse më duhet ta bëj këtë? Jo, nuk bëra asgjë të gabuar. Sinqerisht që se bëre. E fitove vendin në shkollë me punën tënde. Madje edhe fitove bursën e plot. Nuk duhet që të lejosh askënd që të marrë të drejtat e tua, as unë dhe as Momtazi, asnjëherë. Jo, nuk mund ta bëj këtë. Aslı, a ka mos i vetëm një moment? Ti mund ta bësh. Dhe të dëgjova duke folur me nënën tënde. A e din se ti je regjistruar, apo? Po. E për në rregull, pra? Po thua se nuk mund ta zhgënjesh familjen tënde. Dhe nëse del e pa regjistruar, do të mërzitet nëna, apo? Nuk më besohet që pranova të bëja këtë çmenduri. Mos ki merak, gjithçka do të shkojë mirë. Mos ki merak, po si? A thua se futem fshehurazi diku çdo ditë? Mos po të dukem se unë futem fshehurazi diku për ditë? Sinqerisht, pasi vure flakën motocikletës në mes të shkollës, gjithçka pres nga ti. Kjo ishte e fundit. Nuk kam mbetur askush brenda. Në fakt kam mbetur askush brenda, ha? Hajde. E si ta gjem tani? Me cilën i bëjnë regjistrimet? Kjo jo. As kjo. Ti nuk di të bësh asgjë. Shiko, kjo mund të jetë. Jo, ajo, kjo. Ja, më lërë se e bëj unë.
Mos u shqetëso. Ja e gjeta. Mi jep dokumentat këtu? Por këto janë të paplota. Në rregull, do të rregullojmë dhe këto. Për të lidhemi me sistemin e tyre, mund të nxjerrim informacionin nga sistemi i emërt administratës. Për ata nuk do regjistrojmë dokumentet të paplota sepse s'duan ta lodhin vete. Mos e ngrys fytyrën. Më duket se u pendova që ta dash këtë informacion. Hajde. Le të punojnë më shumë duart e më pagoja. Eylül, e këtu? Sa herë të kam thënë të mos I vendosësh këto gota këto? Unë nuk I vëra aty. Pënoj si duhet të kenë lënë aty në mbrëmje. Ata gjithmonë I lënë aty. Pastroja aty. Ajo. Ja ktheva shpinën për 2 minuta, si ku ka shpejt. Po telefonon e Lyli. Alo, Aslı, një nga punojësit u largua. Mund të jetë duke ardhur atje, dil që atje shpejt. Në rregull tani po ikim njerë. Një nga punonjësit është ngritur, po na thotë të ikim njerë. Jo edhe pak, për shkak se s'kam mbaruar. O lëre, nëse s'kam mbaruar lëre, hajde çau. Jo, do ta përfundoj këtu. Ja, me kë po flas? Po të them se do të na kapin. Po thuaj se mbaroj, mund të ikësh nëse do. Mbaroj, hajde të ikim po të them. Eja të dalim nga këtu. Po më kapën, mua do të më kapin. Tani më lëre. Ja, hajde po të them dil. Hajde. Nga dal. Shh. Mirë, eja. Se po më tërheq. Se nëse të lëshoj nuk do të ecësh shpejt, sigur ke ardhur për vizitë. Nuk po e bëjnë nga qefi. U friksova për vdekje. Çfarë bët? Nuk ju kapën apo jo? Po regjistrimi? Që bëm me të? U rregullua. Fal Zotit. Gjithë mëngjesin isha e stresuar duke menduar se diçka do të ndodhte, se do të kapnin. Tani askush s'mund të vërej asgjë. Mirdita? Jam Iremi nga zyra studentore. A mund të flas me zotrin më? Nejse, unë po kthehem tani në kafene, mos ta harruaj shefi. Edhe unë po shkoj në shtëpi. Në rregull, shihemi. Edhe? Po ratove tani? Nuk e di. Ende kam një parandin të keqe. Po, sa vështirë që nga të kënaqesh ti? Doj që ti vjetë çelësat e shkollës nëse do. Vetëm për gjërat e paligjshme të punon mendja ty. Nuk e di.
Gjithsesi gjërat funksionojnë shumë ligjërisht në botë. Padresia është kudo. Urdhëroni. Zonju Shasla, jeni ju? Po, unë jam. Zonju Shasla, zotri Mymtaz dëshiron t'ju takoj urgjentisht. Zotri Mymtaz? Zonju Shasla, a më dëgjoni? Zotri Mymtaz dëshiron t'ju takoj urgjentisht. Zonju Shasla, a më dëgjoni? Zotri Mymtaz dëshiron që t'ju takoj urgjentisht. Zotri Mymtaz? Sigurisht. Po vi me një herë. Me siguri e kanë kuptuar. Çfarë do të bëj tani unë? A nuk the se nuk do ta kuptonin? E kuptuan brenda 1 minute. Nuk mund ta besoj. A mund të qetësohesh? Çfarë do të qetësohu? Zotri Mymtaz më thiri në zyrën e tij. Me siguri nuk më thiri për të pyetur se si jam. Por asgjë në jetën time nuk ka shkuar mirë që nga momenti që të takova ty. Asgjë. Çfarë të bëj? Duhet të shkoj demos. Por duhet ta dija. Me fatin që kam, duhet ta dija që kjo nuk do funksiononte. E hajde, ec? Nuk besoj se do të më lësh vetëm mua, apo jo? Me të vërtet nuk po vjen? Asla, unë nuk mund të vi. Çfarë? Vërtet, tani në këtë moment do të më lësh vetëm mua? Çfarë prisja dhe unë gjithsesi? Bëra gabim që të besova ty. Përshëndetje. Zotri Mymtaz do të më takonte. Zonju Shasla, apo jo? Ai po ju pret brenda, mund të hyni. Hyn. Më keni thirrur mua. E këtu, e. Ke shkuar të zyra studentore dhe je regjistruar. Nuk mbaj mend të kem dhënë miratimin tim. Zotri Mymtaz, ju lutem më lejoni t'ua shpjegoj. Nuk është ashtu siç mendoni ju. Si nuk është ashtu si mendoj unë. E dini se ajo çfarë keni bërë është krim. Dhe nuk keni pse të jeni profesor i drejtësisë për ta ditur se çfarë u ndodh atyre që kryejnë kryme apo jo. Kësisht, a duhet të informoj autoritetet gjyqësore tani? Zotri Mymtaz, ju lutem. Qëllimi im i vetëm ishte të studioja. Kam punuar shumë, u përpoqa shumë që të pranohesha në këtë shkollë. E di, gabova, por më besoni nuk isha qëllime të këqija. Ju lutem mos më dorëzoni në polici tani, nëna ime do të shkatërrohet. Më vjen keq, por unë kur nuk kam qenë nga ata që bëjnë kompromis për këtë lloj gjërash. Por mund t'ju jap një shans tjetër. Nuk mund ta keni bërë vetëm këtë veprim. Sigurisht se dikush nga brenda, dikush që një gjërat, që një mënyrën se si funksionon shkolla, duhet që ketë ndihmuar juve. Unë mund ta gjej lehtësisht atë person nëse dua, apo jo. Por nëse rrëfesh, atëherë mund të mos ketë nevojë. S'ka nevojë të shkosh te autoritetet gjyqësore, apo jo.
Po? Po të dëgjoj tani. Kush të ndihmoj ty? Unë bëra gjithë shka vetëm. Askush nuk më ndihmoi. Mos më gënje mua. Nuk po ju gënjej. Nuk më ndihmoi askush mua. Fatkeqësisht duhet ta njoftoj policin, por ky është shansi i fundit. Ta shohim tani. Qëllimi im i vetëm ishte studimi. Bëra gjithë shka për të studiuar. Mendova se nëse studioj, nëse gjej një punë të mirë, do t'i vinë ndihmë në nënës time. Jetova me ëndrrën e kësaj shkolle gjatë gjithë vitit. E tani që jam kaq afër, që jam kaq pranë qëllimit tim, Lëre të qetë. E dhja fort mirë që ti kishe gish këtu. Atëherë duhet ta dish edhe që duhet ta regjistroje. Përse ashtu? Sepse ti ke problem me mua. Dhe vajza është e pafajshme. Ajo nuk mundi të regjistroj për shkakun tim. Kështu që e regjistrova unë. Pasaj ajo asje di. Prandaj lëre të shkoj. Më vjen keq, Ozan. Nuk mundem. Ose më sakt, nuk do ta bëj. Ke për ta bërë. Nuk jam as pak i detyruar që ta bëj këto, Ozan. Ti je vetëm arsye pse vajza nuk mundi të regjistroj. Ke shkaktuar humbjen e dokumenteve të saj, e kupton? Ti shkaktove humbjen e afatit të regjistrimit. Unë tani po bëj thjesht punën time, birë. Nëse ta them unë ta bësh ke për ta bërë. Zotrimim tas, ju lutem. Hesh tani. Ti nuk ke për të regjistruar dhe je shumë me fat që nuk të dorëzova në polici. Tani del jashtë. Nuk ke për të regjistruar. Nuk ke për të regjistruar. Çfarë njeri ju jeti, bre? Mallkuar qof dita që të takova në ty. Gjithçka që më ka ndodhur është për shkakun tënd. Më lër të qeta, kupton? Mu i qafe. Të urrej unë ty. Të urrej më shumë se çdo njeri që ka më rryer ndonjëherë në jetën time.
O, zot, si do t'ja them. Si ta shoh nënën në fytyrën tani. O, erdhi studentja jon dhe krenaria e familjes son. Sigur edhe e Lyli të kishte filluar universitetin me ty, që të mos i duhi të punonte. Sa mirë do të ishte nëse do të shkoni të dyja bashkë. Bia ime dashur, Aslı? A u mësove shpirti im me shkollën, hë? Nurani më tha se ishte vend shumë i bukur. Ashtu. Ka shumë të rinë nga lagja jon atje. Do t'i takosh të gjithë së shpejti ti. A ke takuar ndonjë? A ke njohur dikë? Kam takuar. Kë ke takuar ti? Nga lagja jon apo nga jashtë? E dije, në atë shkollë shkojnë edhe shumë të huaj, apo jo? Ndoshta do të bëj shoqe edhe me ata. Seriozisht? Ju të dyja e vut vajzën të gjorë në mes dhe nuk e la të marrë frim për 2 minuta. Amani Ashar, pra, ç'të bëjmë? Kemi merak, pra. Nuk mundëm të shkonim vetë në përshkolla. Kur na tregojnë për shkollën është sikur të kemi shkuar edhe ne, apo jo, e dije? Ashtu është përbes. Po shkoj të ndërrohem unë. Pritë të ndihmoj edhe unë. Mbështillej mirë, e dije. Ama, mbrej Ashar, çfarë mund të bëj zemra e një nëne? Ajo nuk e duron dot që vajza e saj t'i shkputet nga syt. Dimri këtu nuk është si në Izmir. Duhet të veshësh diçka të ngrohtë. Përveç kësaj shkon në shkollë çdo ditë. Mos shko me të njëjtat rroba. Duke filluar nga shtatori, bli çfarë të duash. Dil me i Lylin. Nuk ka nevojë as pak nën. Mos thuaj kështu. S'ka problem. Dhe mos u shqetëso. Babai yt nuk e di për këto. Kam ruajtur unë ca para nga disa pundore të vogla që bëra për fëqinjën. Vajza ime, mos u mërzit. Nënat janë për kohë të tilla. Nuk do të lë kur pa para këtu, mos u shqetëso. E rregulloj unë këtë. Nuk do të lejoj të ulësh kokën nga turpi. Thjesht përqendrohu në studimet e tua. Hajde, ndroj rroba tani. Po shtroj unë tryezën, e ja dhe ha pastaj mund të pushosh mirë. Vëre këtu, motër. Vajza ime? Eja, pse nuk e ke ngëndruar rrobat? Unë kam diçka që duhet të them. Mund të studioj në shkollë. Vajza ime, shiko, mos më bëj shaka të tilla, betohem se do të më pushoj zemra. Apo bën shaka ajo? Tani askush nuk mund të bëj asgjë. Po bëj gati valigjet nën. Hajde të kthehemi në shtëpi tani më. Hajde të kthehemi, vajza ime.
S'ka gjë. Do bëhet mirë. Gjithsesi do të shqetësohesha për ty. A të bërtiti babai ty? A u zemrua? Nëse pyet babai, do të themi se nuk na pëlqeu shkolla dhe u kthyem. Nëse ai thot se I harxuam parat kot, Shjo. Nuk do t'i tregosh asgjë babait tënd. Më dëgjove? Do të flas unë me të. Nuk do të flasësh me babain për asgjë lidhur me shkollën. Sikur të mos kishim ardhur fare këtu. Dakord? E kuptove? gjithsesi ashtu do të jetë. Do të vazhdojmë jetën tonë sikur të mos kemi ardhur kur këtu. Ti mos u prenkosa s'pak. Aslo? Çfarë ndodhe? A nuk e bët regjistrimin? E bëm pra. Për na zbuluan. Babai ati horrit gati sa nuk na thiri policin. Tazi? Po, Zane? A nuk bërja gjaj? A nuk foli me ta atin? A nuk ja shpjegoj situatën? A I shkatron çdo gjë që prek me duart e tij. Shkatron. Lutem që të mos jem më kur në të njëjtin qytet me atë. Dua që të jetë sa më larg meje. Nuk jep e leje, as për mirë se ardhe, as për lam të mirë. S'ka nevoj, valla. Gjithsesi e dim rrugën. Na uro rrugë të mbar. Të kemi shkaktuar shumë probleme. Sinqerisht, po e the edhe një herë këtë, do të zemrojmë ty. Por do doja të qëndroni gjithmonë këtu. Faleminderit për gjithë çka, valla. Zoti të bekodh bie I me e dashur. Ndoshta do të pranohesh vitin e ardhshëm. Jo, daj shpirt. Çështja e shkollës këtu u mbyll plotësisht për mua. Eja, bi. Alo? Po, unë jam. Nuk e kuptova, më falni? Nuk ka ndonjë gabim, apo jo? Dakord? Dakord, faleminderit. Çfarë ndodhi? Kush telefonoi? Ishte zyra e çështjeve studentore të shkollës. Dhe? Më ka regjistruar. Shqyqyr Zotit. Shqyqyr Zotit. Hajde, eja. Shpirti im. Në shpirt. Vajza jote tani është zyrtarisht studente në universiteti. Ëndrat e mia u bën realitet.
Nuk ka më nevojë të kthehemi në shtëpi. O zot, faleminderit shumë. Më thanë të shkoj të marr kartën e studentit nesër. Çdo gjë është në rregull, çdo gjë. Çfarë s'do t'i jep jo për këtë fytyrën tënde të qeshur, vajza ime, shpirti im. Eja këtu. Mirë, por Teja nuk the se nuk u bë puna e regjistrimit, se gjithçka kishte marrë fund? Që rëndësi ka se si u bë? U bë si u bë, rëndësi ka që u bë. Apo jo, Jasha? Ata e kuptuan se janë gabim dhe e rregulluan. Jo, baba, ajo është universitet i madh. Nuk do të thoshin thjesht na falni, bëm gabim ose diçka të tillë. Pastaj të gjithë atje janë jurist, ata jetojnë dhe marrin frymë sipas rregullave. Vetëm nëse do ishte babai biologjik. Sigurisht pra, zotri Tarik duhet ta ketë bërë. Kush është ai zemër? Një profesor në universitet nën. Provoj të më ndihmonte edhe më herët. Me siguri ai e ka bërë. Po. Profesor Taroku do ta bënte. Në fakt, e di se ç'më shkoi ndërmend Nuran. Pyesja vetëm nëse duhet të shkonim ta pyesim zotin Tarëk. Ai është një njeri aq zemërmirë. Unë mendova se ai ndoshta mund të na ndihmonte. Kush është ai motra Nuran? Me sa duket qenë ka me vetë një që nuk e njoh. Ju të gjithë e njihni. Aha, është një njeri i mrekullueshëm ai. Shpresoj ta kesh rastin ta takosh. Shikoni këtu, unë po bëj kafe turke për të gjithë ne. A do të pini? Duam. Eni, hajde, ulemi. Asla. Vërtet thash se nuk më pëlqejnë njerëzit e pasur, por nuk thash që të gjithë duhet të vdesin, mos e egzagjero. Ka të pasur dhe të pasur. Për shembull, është ai djali që çfarë nuk bëri për të shmangur pagesën për aksidentin e babait? Dhe është profesor Taroku. Njëri prej tyre na shkatroi të gjithë jetën. Kurse tjetri bëri çmos për të na ndihmuar. Pra, të jesh i pasur nuk është krim. Krim është dashuria për pasurinë. Të mendosh se je superior ndaj njerëzve të tjerë vetëm se ke para. Të gjëra e shndrojnë njeriu në njeri pa dashuri, mizur dhe të pamëshirshëm. Po, pra Lul, fiks mire përshkrove atë djalin Ozan, në mënyrë perfekte. Shiko sa zemrohem vetëm kur mendoj për të. Unë përpiqesha të shpjegoesha, kur hyn ky tipi me vrull në zyrë, tha çfarë t'i vinte ndërmend dhe u largua. Kurse aty bëhej fjalë për jetën time. Zotri Mimtas thoshte se do të më padiste në xheç, kurse ai më bënte si i zgjuar aty. Çfarë egoisti, zoti i madh. Asla, mbyllë tani këtë temë, në rregull? Mos e mundo vetën kot me gjëra të tilla. Tani gjithçka u zgjidh, fal Zotit. Zoti e bekofte edhe profesor Tarokun. Baba? Ju solla pak qumë është para gjumit. E pse nuk na the? Do kishim ardhur ta merrnim. Jo, me qëra fjala, ma kujtoj ta rregulloj dorëzën e derës, duke se ishte e bllokuar. Në rregull, do ta bëjmë. Hajde, Zoti ju ndihmoft. Edhe ty daj shpirt. Shiko pra, ai që shkaktoi këtë tani po fle pa e vrarë mendjen. Ju rrejë të plehra që bën këtë padrejtësi babait tim Asla. Këtë nuk mund ta duroj. Kur të fillon mësimi, Asli? Nuk ke mësim sot apo jo? Do të shkoj nesër daj shpirt. Për lëndës zgjedhore. Jashar, se nuk kam harruar unë. Do të takohemi me zotrin Tarek dhe familjen e tij. Më thirrën edhe në festën e zotrit Mimtas sonte. Do të shkoj edhe atje për të ndihmuar unë. Nëse vjen dikush, mund ta hapësh derën. Do të takosh profesor Tarikun? Po e dashur. Donim të paktën ta falenderonim për nderin që na bëri. Bëm edhe një tort, do ta marrim dhe do t'ja dërgojmë. Ide e shkëlqyer, Hedie. Bëni të fale edhe prej meje. Ja, a mund të vi edhe unë me ju? Edhe ashtu nuk kam asnjë punë. Sigurisht e dashur, shumë mirë të shkojë ndërmend.